Përshëndetje të nderuar shikues të Radio Televizion të Kosovës. Me rastin e 10 vjetorit të rënies së dëshmorëve Brahim Mazreku, Kujtim Krasniqi, Ejup Kryziu dhe Milajm Beha në amfiteatrin e Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Prishtinës po mbahet akademi përkujtimore. Radio Televizioni Publik i Kosovës është në transmetim të drejtë për drejtë të kësaj akademie jubilare. Të përkujtojmë se Ibrahim Mazreku, Kujtim Krasniqi, Ejup Kryziu dhe Milajm Beha ishin luftetar e drejtues të shquar të brigadës 121 të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, si dhe të njësive speciale elite të shtabit të përgjithshëm. Ata ranë heroikisht me 2 qershor të vitit 1999 në Ladrovc dhe në Senik të Malisheves, vetëm disa ditë para agut të lirisë së Kosovës. T'ju përkujtojmë se në këtë akademi përkujtimore për veprën dhe jetën e këtyre dëshmorëve do të flasin Muharrem Xhemali, kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, Isni Kilaj, kryetari i kuvendit të komunës së Malisheves, Naim Ismaili, kryetar i shtimes, Nuibi Tyqi, redaktor Radio Televizion të Kosovës, profesor doktor Seba Dencena, Fatmir Limaj, ministri i transportit të Kosovës dhe profesor doktor Rustem Aslanaj. Të nderuara familje të dëshmorëve, invalid e veteran të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ju struktura të nderuara qeveritare të Republikës së Kosovës dhe ju të gjithë pjesëmarrës, mirë se keni ardhur në Akademinë Përkujtimore kushtuar 10 vjetorit të rënies heroike të dëshmorëve të kombit Ibrahim Mazreku, Kujtim Krasniqi, Ejup Kryziu dhe Milajm Beha. Një popull që din të nderoj bit më të shtrenjtë të tij, ai popull meriton të jetojë në liri dhe ka ardhmëri të sigurt. Ata që dje në ditët më të vështira nuk u turpëruan para dheut të tyre, sot ata kujtohen me epitetin më të lartë nga populli. Gjaku i tyre u bë dritë themel i lirisë. Ata që ndryshuan historinë dhe i kthyen atë dheut të tyre, lavdinë dhe krenarinë kombëtare. Ata që me gjakun e tyre ndërtuan edhe shtetin e ri të Republikës së Kosovës, ne sot po i kujtojmë dhe i nderojmë. Për nder të sakrificës sublime të tyre, për të gjithë juve kërkoj 1 minutë të heshtje. Lavdi. Për të personifikuar më mirë shëmbëlltyrën e të gjithë dëshmorëve të kombit dhe në këtë rast dëshmorëve Ibrahim Mazreku, Kujtim Krasniqi, Ejup Kryziu dhe Milajm Beha, ftoj kryetarin e organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, zotëri Muharrem Xhemalin, me një fjalë rasti.
Të nderuara familje të dëshmorëve, luftëtarë të ushtrisë shërbimtare të Kosovës, të nderuar përfaqësues të pushtetit lokal dhe ju përfaqësues të pushtetit qendror, i nderuari komandant Çeliku, të nderuar general Krasniqi e Cikaqa, të nderuar profesor dhe student të Universitetit të Prishtinës, të nderuar të pranishëm. Lufta e lavdishme e ushtrisë shërbimtare të Kosovës mobilizoi kombin shqiptar në të gjitha trojet e tij. Mira e bijat e kombit bënd të pamundurën kundër një pushtuesi barbar, shumë herë më të fuqishëm ushtarakisht, por të dobët moralisht. Ishim ne ata që mbrojtëm tokën tonë e nuk sulmuam tokat e huaja. Kërkuam vetëm ata që na takon, lirinë që të kemi e të gëzojmë sikur edhe kombët e tjera të lira. Duke përkujtuar sot dëshmorët e kombit Ibrahim Mazrekaj, Milaim Behen, Kujtim Krasniqin e Eyub Kryziun, ne dëshmojmë edhe një herë se jemi një komb i pavdekshëm. Kombi që ndëron e kujton me ndere lavdi dëshmorët e tij, ka një të armët e sigurt e të ndritur, sepse pishtarët më të mirë janë ata që dhanë jetën për liri. Kujtimi, Ejupi, Ibrahimi e Milaimi janë simbole të rinisë shqiptare të rreshtuar në njësitin special arbri të brigadës 121 Kumanova. Ata morën përsipër një mision pothuajse të pamundur, por që e kryen me sukses deri në ditën e rënjes së tyre. Mbrojtja e popullatës civile e grumbulluar në malet e Berishës dhe mbrojtja e shtabit përgjithshëm të ushtrisë shërbimtare të Kosovës nga sulmet e fuqishme jugoslave kërkonte angazhim e sakrificë. Vendosmëria e luftëtarëve për të ndalur depërtimin e armikut ishte shumë e madhe. Ishte ky një armik që gjendej përpara kapitullimit, i lodhur e i dërmuar nga sulmet që vinin nga toka dhe ajri, por armiku gjakpirës që dëshiron të shfrynte mlefin e tij në popullatën civile, ato ditë të fundit të pranverës, kur po afrohej liria e Kosovës, u shkotruan hordërit jugoslave, të cilat ju dha goditja e fundit që ishte vdekjepruse për barbarët e Karpatëv, e fitore e madhe për një popull që me sheku i kërkonte lirinë. Angazhimi ynë për çështjen kombëtare do të vazhdojë tutje, edhe kjo është më e lehtë për ne, duke pasur parasysh se jemi në rrethona shumë të favorshme. Lavdi dëshmorëve të ushtrisë shërbimtare të Kosovës, lavdi dëshmorëve të kombit. Lufta ushtrisë shërbimtare të Kosovës bashkoi të gjithë ata të cilëve në zemër i flinte atdheu, dashuria dhe liria. Andaj, për të personifikuar këtë luftë, e cila ishte një luftë e përbashkët të gjithë bashkombësve tanë, ftoi kryetarin e Kuvendit Komunal të Malishevës, zotëri Isnik Ilaj, me një fjalë rasti. Të nderuara familje të dëshmorëve Ibrahim Mazreku, Kujtim Krasniqi, Eyub Kryziu dhe Milaim Behaj, i nderuar Ministri i Transportit Fatmir Limaj, zëvendës Ministër Kastrati, kryetari i shoqatës së veteranëve të ushtrisë shërbimtare të Kosovës, General Selimi, dekan i Fakultetit Ekonomik dhe gjithë ju të pranishëm, familjarë të dëshmorëve zonja dhe zotrinj. Jam i nderuar nga rasti që më është dhënë në përvjetorin e rënies së 4 dëshmorëve të kombit të u paraces një fjalë rasti në shenjë njohje dhe përkuljeje para veprës së tyre në 10 vjetorin e rënies. Të nderuar të pranishëm, dëshmorët nuk lindin rastisht. Ata nuk bien pse deshën të tjerët. Ata nuk vriten nga se ishte fati i tyre. Dëshmorët lindin, rriten, edukohen, kaliten e dëshmohen për të arritur aktin sublim të rënies. Asgjë në këtë botë nuk i takon rastit. Çdo gjë rrjedh sipas dinamikës dhe të përgatitures.
Të tillë ishin edhe 4 dëshmorët e kombit që po i kujtojmë ne sot. Ibrahim Mazreku, lum nëna që e lindi djalë, lum populli që e pati, lum koha që e ngjati për të krijuar një dëshmor që jetën atë dheu do ja falte për të sjellë lirinë e kërkuar ndër shekuj. Ai lindi për të u bërë dëshmor, se lindi në një familje të dashur e patriotike, të arsimuar e të edukuar në frymën kombëtare. Ai nuk mund të ishte ndryshe veç se dëshmor i kombit. Vetë trupi i tij prej kreshniku, shpirti i sakrificës dhe trimërisë, inteligjenca e lartë, bujaria, cilëtërsia, dashuria prindore adhetare, e papërsëritshme, virtyte shembullore. A nuk ishte i përkryer për të qenë dëshmor? Kujtim Krasniqi. Emrin rasti e kishte? Jo. Kjo sa për ta u kujtuar se babai e nëna djemtë kishin pagzuar me blerim, shpejtim e kujtim. Emra shqip e me kuptim si vetë kuha, si vendi, si jeta që jetuan për të u kalitur në një familje patriotike e adhetare. Lufta i priste, ata e bën luftën. Kujtimi mbeti kujtim i përjetshëm si vetë historia e popullit të tij, të cilit i adhuroi jetën. E ju kryezëll. Fati e deshi që të gjendi me Ibrahimin, kujtimin e Mehmetin, jo unë do thoja. E jupi kishte zgjedh vetë fatin e tij. Se kështu e mësoi nëna, babai, vëllai i tij luftëtar, shokët e luftës që i mbajti në shtëpi ku ofroi sofrën shqiptare, e ata e shndruan në shtab të luftës, e bukën ja paguanin me municione e armë. Çfarë kohe e çfarë djali dëshmor. Këta ishin 3 djemtë të Shqipës që për shok patën Milajm Behën. E rasti do të thënin të huajt. Unë e them se Milajmi kishte për fat zemrën dhe gjakun e Shqipës. Kishte për zemër luftën e popullit e tij. Kishte për mesim luftën e Bacademit, historinë e prindërve, e për shok zgjodhi pushket e lirisë, e për përjetësi zgjodhi Ibrahimin, kujtimin e Ejubin, se kështu kishte zgjedhur fatin djaloshin me zemër Luani. Që të 4 bën lirin, i bashkoj fjala me 3 shkronja, që të 4 bën përjetësin, që të gjithë në bronz u shkrin, e ne të gjallët përkulimi, para veprës së tyre deri në amshim, sa jeta të quhet jetë e liria liri. Lavdi dëshmorëve të unë. Faleminderit. Me një fjalë rasti, për këtë akademik përkujtimore, ftoj edhe kryetarin e Kuvendit Komunal të Shtimës, zotëri Naim Ismailin. Të nderuara familje të dëshmorëve, invalid, veteran të ushtrisë shtimtare të Kosovës, të nderuar përfaqësues institucioneve qendrore lokale, mësimdhënë student, shumë të respektuara familje të dëshmorëve, Kreziu, Krasniqi, Milajm Beha. Sot nuk jemi mbledhur rastësisht në këtë akademi përkujtimore. Sot këtu na ka tuguar gjaku i derur i këtyre dëshmorëve, sikurse shpesh na të bën gjaku i dëshmorëve të rënë për lirinë e Kosovës. Edhe sot kështu të tuguar që lirshëm po i përkujtojmë ata, edhe punët e përditshme dhe projektet e përditshme që sot i zhvillojmë, edhe të anën që po ndërtojmë, gjitha kanë një mbështetje, gjitha kanë një themel. Themeli gjitha këtyre aktiviteteve, themeli të perspektivës së ardhshme sonë, i fëmijëve tanë është gjaku i derdhur i dëshmorëve të kombit. Andaj, ky gjak për herë do të jetë obligim për gjithë ne që sot jemi bashkë të institucioneve që amanetin e tyre të vënë vend. Prandaj, të nderuara familje të dëshmorëve, të nderuara të pranishëm, lavdia u takon vetëm dëshmorëve të kombit. Lavdi. Me kumtesin kushtuar veprës së dëshmorëve Ibrahim Mazreku, kujtim Krasniqi, Ejub Kryezeu,
dhe Milajm Beha do ta mbaj redaktori i Radio Televizionit të Kosovës, njeriu i cili gjatë momenteve të luftës i dha shpirt, i dha frymëzim gjithë luftëtarëve të cilët ishin të rreshtuar në istikamet për të mbrojtur adhurejon dhe dinjitetin kombëtar. Edhe në paqe vazhdon me të njëjtën përkushtim për të bërë sa më të dinjitetshme luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Padyshim, ky është në Hybityqi. Urdhëroni zotëri Hybityqi. Të nderuara dhe shumë të respektuara familje të dëshmorëve të kombit. Të nderuara familje Mazreku, Krasniqi, Kryeziu dhe Beha, i nderuar i Ministri i Transportit zotëri Limaj, të nderuar luftarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, zonja dhe zotërin. Lufta për liri është pjesë themeltare e historisë së kombit shqiptar, që nga epoka Skënderbeut deri në ditët e sotme. Themelimi i ushtrisë shqiptare të Kosovës është projekti më i lartë kapitali shqiptar në luftën për liri, pavarësi dhe demokraci. Simbol kryesor i luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës i sakrificës shqiptare është e njohur botërisht se është komandanti i legjendari ushtrisë shqiptare të Kosovës Adem Jashari dhe familja e tij heroike, si dhe intelektualet adhëtar që u hoqën ushtarakisht dhe politikisht ushtrinë shqiptare të Kosovës. Luftëtarët e lirisë më së miri e kuptuan se jeta në robëri ishte vdekje për së gjalli. Koha kërkonte rreshtimin në radhët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, kërkonte flirimin për lirinë e Kosovës. Në krye të organizimit të rezistencës armatose të popullit shqiptar të Kosovës, drejtuar nga shtabi i përgjithshëm i ushtrisë shqiptare të Kosovës, ishin intelektualet e rinj të Kosovës të edukuar në frymën adhëtare. Atëherë kur robëria kishte marrë për masa të gjera e të padurueshme, ata përkohësisht lanë librat, amfiteatrët e Universitetit të Prishtinës dhe u vunë në balë të luftës për liri dhe dinjitet. Sot para jush, në këtë akademi përkutimore, ndihemi privilegjuar që kam rastin të jap kontributin tim duke thënë disa fjalë për luftëtarët e dëdhuar të ushtrisë shqiptare të Kosovës, dëshmorët e kombit Ibrahim Mazrekun, Kujtim Krasniqin, Ejub Kryeziun dhe Milajm Behën. Si shumë studentë shqiptarë dhe ata detyrohen të ndërpresin studimet për t'u bashkuar rreth idealit për liri, rreth ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ibrahimi, Kujtimi, Ejupi dhe Milajmi me shok fillimisht vendosen në Kleç, për nga vazhdonin aksionet e shumta diverzante mbi forcat serbe në këtë rajon. Ata ishin të pandarë në betejë që zhvilloi brigada 121 e ushtrisë shqiptare të Kosovës, e udhëheqën nga luftëtari i devotshëm, i guximshëm dhe i respektuar nga të gjithë qytetarët e Kosovës, Fatmir Limaj, komandant Çeliku. Ata me shokët të tyre gjendeshin kudo, edhe atje ku mbeturinet e regjimit militarist të Beogradit provokonin dhe sulmonin popullatën civile në zonën e Pashtrikut, të Drenicës, Dugaxhinit, në rrëdimës dhe zonët e tjera. Shpirti luftarak, sakrifica tyre është e lidhur ngushtë me betejët e zhvilluar në Grykin e Llaposhnikut, në Arllat, Kamaran, Gjergjic, Fatos, Gryk, Caralevës, Duhul, Malet e Berishës, Luzhnic, Ladros, Banj, Dragobil, Malishev, Drenoz, Zatriqit, Gjeq, Rahovec dhe vendet e tjera. Ata ishin dorë djathtë e birit të Kumanovës, herojt të Kosovës, komandantit Ismet Jashari dhe birit të Trupojës, dëshmorit të kombit komandant Tahir Sinanit, si edhe shumë luftëtarëve të lirisë nga gjitha trojët shqiptare që i dolën zot Kosovës në momentet më të vështira dhe më vendimtare. Unë ka pas nderin që këta luftëtarë që po i përkujtojmë sot në 10 vjetorin e rënies i takojnë në përbjeshkët e lartë të Kleçës, Divjakës, Berishës dhe Tapushës. Përkushtimi i lartë për kryerjen e obligimeve lushtarake bëri që shtabi i përgjithshëm i OÇK të emëroj Ibrahim Mazrekun komandant njësisë speciale Arbëri, kurse Ejub Kryeziun të policisë ushtarake. Ndërkaq Kujtim Krasniqi dhe Milajm Beha ishin pjesëtarë të dalluar të njësisë speciale të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Të nderuar pjesëmarrës të kësaj akademie, duke kryer detyrën e reporterit të televizionit shqiptar gjatë luftës në rajonin e Llapushës dhe Drenicës, ku vepronte shtabi i përgjithshëm i ushtrisë shqiptare të Kosovës, pata rastin dhe nderin të ndjek nga afër takimet që zhvillonte ky shtab në drejtimin e udhëheqësit politik të ushtrisë shqiptare të Kosovës zoti Tashim Thaçi, tani kryeministri i Republikës së Kosovës me diplomatët amerikan dhe evropian. Para shtëpisë ku mbaheshin takimet në Dragobil të Malishevës me bie në sy një djalosh dinjitoz, shumë pedant, energjik dhe i disiplinuar, e ai ishte Kujtim Krasniqi. Kujtimi vërtet dalloi nga bashkëpunëtorët e tjerë në vërtetet e një pjesëtarit të pjekur të njësisë elite të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kryte me përpërkrit e tyren që kishte marrë nga eprorët e tij,
që të përkujdeset për mbarvajtjen e rendit gjatë takimit me drejtuesit e UÇK-s dhe ambasadorëve amerikanë dhe evropianë. Të nderuar të pranishëm, dëshmorët e kombit Ibrahim Mazreku, Kujtim Krasniqi dhe Eyüp Kryziu, disa vite rresht kanë studiuar në këtë objekt universitar ku ndodhemi sot. Derisa studionin për të nxjerrë popullin shqiptar nga errësia, sigurisht kanë menduar se një ditë edhe mund të ligjëronin para studentëve të rinj. Mirë po thirrja e dheut, ideali për liri dhe për sovranitet shtetëror i nxorën nga amfiteatrat universitare dhe i rreshtoi në vijat e frontit. Këta luftëtar, trima, padyshim kanë dhënë provimin më të rëndësishëm për atë dheun. Ata dolën nga kjo derë tempull të diturisë për të mos u kthyer më fizikisht, por duke mbetur në botën e përgjithësisë në mendjet dhe zemrat tona. Në agun e lirisë, për të cilën sakrifikuan shumë, saktësisht me 2 qershor të vitit 1999, para 10 vitesh në Vadros bie heroikisht në altarin e lirisë Ibrahim Mazreku, kurse po këtë ditë në te vreshtet e Senikut bien heroikisht Kujtim Krasniqi, Eyüp Kryziu dhe Milaim Beha. Të dashur motra dhe vëllezër, vizioni dhe misioni për të cilin ranë dëshmorët e kombit ka filluar të realizohet. Pikërisht bashkëqytetarët e dëshmorëve të lirisë të Kosovës më 17 shkurt të vitit 2008 e shpallën Kosovën shtet të pavarur, sovran dhe demokratik. Ky në të vërtetë është satisfaksioni më i madh për të gjitha familjet e dëshmorëve, për të gjithë qytetarët e Kosovës që me vite të tëra i dhanë shumë lirisë, pavarësisë dhe demokratizimit të vendit tonë. Prandaj të gjithë duhet të punojmë që ta ndërtojmë dhe forcojmë shtetin tonë, sepse të fortë dhe të konsoliduar do të dëshironte komandanti legjendar e Mesharit të gjithë dëshmorët e lirisë. Në prag të shënimit të 10 vjetorit të shtrimit të Kosovës dhe 1 vjetorit të hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, të gjithë së bashku duhet të përkujtojmë se u deshën shumë sakrifica që të arrijmë deri këtu ku jemi sot. Duhet të jemi realistë se gjatë kësaj periudhe janë bërë kthesa të mëdha në ecjen tonë përpara. Rezultatet janë evidente në të gjitha fushat. Ato duhet na inkurajojnë për të vazhduar rrugtimin tonë drejt realizimit të projekteve kapitale të integrimit shqiptare dhe euroatlantike. Këtë vizion me së miri e mishron autostrada Durrës-Kukës-Morin-Prishtinë, tuneli i së cilit u përrua ditë më parë në Kalimash të Shqipërisë nga 2 kryeministët tanë, nga zoti Berisha dhe Thaçi. Tani tutje nuk do të ketë më rrugë e bjeshtë që do t'i ndajë shqiptarët, do të ketë vetëm rrugë e tunelit të bashkimit, të integrimit dhe zhvillimit. Këto rrugë dhe tunele i trasuan dëshmorët e kombit që po i përkujtojmë sot. I përjetshëm qoftë kujtimi për gjithë dëshmorët e kombit, lavdi jetës dhe veprës së tyre. Faleminderit. Me kumtesën madhështia e një intelektuali, e ftoj profesorin e nderuar i cili më shiroi dhe ishte pjesë e pandalshme e gjithë atij rrugtimi, atij shtektimi për liri pranë luftëtarëve të lirisë, sepse edhe vetë ishte me pushkën e lirisë në dorë, po ishte edhe me penden, të cilën e kristalizoi duke shkruar vargjet më të bukura për dëshmorët shokët e tij. Ky padyshim është profesor doktor Savajadin Cejna. Urdhëroni profesor. Të nderuar familjar të familjet të dëshmorëve Krasniqi, Mazreku, Beha edhe Eyüp Kryziu. Unë këtë kumtes që kam bërë mend të parashtroj para jush sot me pretendime që ta elaboroj lavdin e dëshmorëve të kombit, ma merr mendja kisha për ta nisur me një fragment të shkurtër nga romani Gjenerali i Ushtrisë së Vdekur të Ismail Kadres. Në kohën kur të huajt kërkonin eshtrat në një kish, një padre ju drejtua: "Këtu keni një varr." Në pyetjen se kush e vrau, padre u përgjegj: "E vrau Nik Martini." "Po kush ishte Nik Martini?" e pyeti. "Nuk di kush ishte. Nik Martini nuk ka varr. Nik Martini s'ka asgjë në këtë botë, por ka këngë popullore që i këndojnë. Nik Martini ka legjendë, Nik Martini ka histori." Prandaj Eyüpi, Milaimi, Kujtimi kanë këngë, e njëra prej tyre është ajo të cilën tashmë rapsodët e kanë të njohur.
Të madhe e Britke Tahir Sinani, Zokut kam o Brahim Selmani, Zokut kam o Sokol Djali, Jan Mladrovc, o Tahir Tropoja, flak e zjarë po mdel nga goja. Nuk e dhja ka madhështi ma të madhe e korniz ma sublime se kur një dëshmor ngritet në këtë pjedestal. Këtë e thot Kanga, ndërsa kronologjia e veprimtarisë na kujton se më 1989 Ibrahimi regjistrohet në Fakultetin Ekonomik. Më 1990 organizohet në Lëvizjen Popullore të Kosovës. Më 1992 kyqet në Lëvizjen për pajtimin e gjaçeve dhe të ngatresave. Më 1994-95 është sportist i dalluar. Më 1996 është në kryet të Unionit të pavarur studentëve të Fakultetit Ekonomik. Më 1995-97 perfeksionon anglishtën. Më 1997 kyqet në përgatitjen për formimin e instrumentit të forcës, pra në organizimin e ushtrisë dhe shtrirjen e ushtrisë shqiptare të Kosovës në arealin luftarake të Llapushës. Më 1 tetor të vitit 1997 merr pjesë në demonstratët e tetorit. Më 16 qershor të vitit 1998 Ibrahimi i njohur me pseudonimin Tornado është në betejën e Bllacës. Më 19 korrik të vitit 1998 prononcohet për gazetën amerikane dhe New Times. Më 27 korrik është në organizimin e mbrojtjes së Malishevës dhe në zgjerimin e territorit të lirë. Formon një sitin gueril për mbrojtjen e Malishevës dhe për sulmet mbi forcat serbo-qetnike që lviznin në aksin e magjistrales Prishtinë-Malishevë-Ravec. Sulmon në pozicionet Madenet e Temeqinës dhe shtëpia e Sadris. Më 12 prill 99 sulmon të bazeni u Ujsjellsit. Më 15 prill 99 hidhet mbi një patrull afër fshatit Dragobil. Më 29 prill 99 së bashku me një tokë të Shkozës sulmon dhe shkatron tër patrullën serbo-qetnike të arët e Dulës jo larg Ravecit. Me 15 maj 99 sulmon patrullën serbe të ara e re në hyrje të Malishevës. Në fund të majit emrohet komandanti i njësitit special Arbri. Përjetësohet në altarin e lirisë më 2 qershor 99 në Tanush të Ladrovcit, arealja luftarake Llapushës, brigada 121, Ismet Jashari, komandant Kumanova, zona e parë operative. Rënja e Ibrahim Mazrekut në luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës së bashku me 3 shok, rënja e këtij absolventit të Fakultetit Ekonomik, krahas 430 studentëve të tjerë të fakulteteve të ndryshme të Universitetit Prishtinës. E Tahir Sinanit në krye të 43 dëshmorëve të Shqipërisë, e Ismet Aslanit në krye të 50 dëshmorëve afaristë të shquar, e Pal Palucës në krye të 18 dëshmorëve të besimit të krishterë, e Femilla Drovcit në krye të 400 kurbetçarëve që braktisën luksin e perëndimit, e Muedin Aliut në krye të tetovarëve, Ismet Jasharit në krye të preshevarëve, Kumanovasve e Karadakasve, sajojnë pjedestalin e dimenzioneve të madhështisë së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Për masa këto që vullosën esencën se ushtria legjendare e Adem Jasharit nuk ishte ushtri mjeranësh, barinjësh, fundamentalistësh, por një ushtri e formuar prej elitave të djalmoshëve të zgjedhur malevri, që braktisën kurbete e fakultete, vetëm që ta ndryshojnë kahjen e zhvillimeve historike e ta shkundin pluhurin e turpit të robrisë shekullore. E në plejadën e studentëve luftëtar, sot dëshmor të kombit, madje në krye të saj qëndron edhe Ibrahim Selma Mazreku. Ibrahimi Gja Selmanit e i nën Urishajt u lind më 19 nëntor 1969 në Malishevë. Shkollën fillore mbaroi në vendindje, ndërsa të mesmën e nisin në Malishevë dhe e kreu në Ravec. Shquaj si nxënës më i mirë, por lufta për shirimin e Kosovës e gjeti në prag të absolvimit. Prandaj edhe indeksin e këmbeu me një snajper, ndërsa amfiteatrin me malet legjendare të Kosovës. Këtë e bëri nga se tradita në frymën e së cilës që edukuar e formuar Ibrahimi, rrëfimet dhe këngët për luftëtarët trimat pathyeshëm, jehona e demonstratave të viteve 68-81, fillet e armatimit për rezistencë të armatosur që zhvilloheshin në Përdrenic, Llapushë e Malishevë, nuk i lejonin Ibrahimit të rinte duar kryq në ditët kur Kosova thriste o sot o kur
në ditët kur prekazi Jakrisi e komandanti legjendar Adem Jashari lëshoi kushtrimin për luftë. Ngjarjet e përmendura nuk e lënë të qetë personalitetin poliedrik të Ibrahim Mazrekut, historian, folklorist, poliglot i ri, sportist, student të shquar, e në fund edhe burr që i dha Kosovës tër atë që Zoti ja kishte dhënë atij. Kështu pikrisht gjatë këtyre ditëve, një pjesë e madhe e familjes shumantarëshe Mazreku nga Malisheva kyçet në formacionet e ushtrisë shqiptare të Kosovës. I bashkohet formacionit të njohur si Çeliku dhe Ismet Jasharit, komandant Kumanovës. E në këtë vit të rezistencës armatosur radhiten Jahiri, Refkiu, Sulemani, Destani, Sadriu, Januzi, Hajrullahu, Isufi, Mevludini, Hamza e shumë të tjerë, sa në vijën e frontit, sa në sektorin e logjistikës dhe të informimit. Më 5 mars të vitit 1998, ndërsa autokolonat sërbo-qetnike kalonin në për Malishev, Ibrahim Mazreku thret që së pakut në Malishev të bëhet një rezistencë në mënyrë që kolonat mos kaloje qetë e pa u dëmtuar të shkuajë në Drenicë. Në këtë ditë, i tërë fisi Mazrek, veçanërisht familja Gjaselmanit nga Malisheva, madje pikrisht me kërkesën e Ibrahimit, blen armë e municion në një vlerë prej 8.000 markësh gjermane dhe i dërgon këto në Kleçk. Dhe më 18 prill, armët e përmendura veç janë në vijën frontale, ndërsa më 26 prill ndërpritet aksi rrugor i magjistrales Prishtin-Pej afër fshatit Gjergjaj, dhe Ibrahim Mazreku, me urdhrin e Fatmir Limajt, me të cilin njihej mirë që në studime, vepronte në mobilizimin e të rinjve dhe në furnizimin e formacionit Çeliku. Më 25 korrik të vitit 98, Ibrahim Mazreku kyçet në formacionet operative të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe merr pjesë në betejën e Bllacës, ndërsa pas kësaj beteje pozicionohet me detyrë në Gajrak dhe koordinon veprimtarinë operative së bashku me Sulejmanin, Sadriun dhe Januzin, Kusherinj, Saliun dhe Zeqën e Paçarizve të Dragobilit, Sami Aslanin e Devës së Gjakovës dhe Zeqirhotin e Malishevës. Shumë shpesh Ibrahimi përballej me forcat sërbo-qetnike, por në sajet e vigjilencës që kishte studenti i zellshëm i fakultetit ekonomik, formacioni i përmendur për herë triumfonte. Kështu në sukseset, sa në fronte, sa në komunikime me misionet e OSBE-s, që vepronin në Kosovë, radhiten betejat prej gushtit vitit 1998 deri në ditën e rënies. Ibrahimi shquhet në mesin e shokëve në Dragobil, Malishev, Cares, Rahavecit e Arat e Dulës, në Bellanic, në Maxhare, në Marali, sa në vijet frontale, aq edhe në aksionet guerile të cilat i harton të mirë, duke vlerësuar gjithë parametrat e rrezikut në frymën e Maksimas së profesor Ukshinotit, bëje ose vdis, e Ibrahimi e bëri dhe rënë altarin e liris për t'ju bashkuar komandantit legjendar Adem Jashari. Pas reorganizimit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Ibrahimi emërohet komandanti i kompanisë të cilën e përbënin Togu i Malishevës, i Gajrakut dhe i Dragobilit, e më vonë më 17 maj 99, si pas urdhrit të komandant Tahir Sinanit, ndërsa i vllai Refkiu emërohet komandanti i batalionit të 2 gardist në kuadër të zonës operative të Pashtrikut dhe gjindej në përgatitjen e operacionit Shigjeta. Ibrahimi emërohet komandanti i përkohshëm i njësitit për intervenimet shpejta, i njohur si formacioni Arbri dhe ruan të shtabin e përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Radion Kosova e Lirë, Kosova Presin, Spitalin Ushtarak dhe mbi 100.000 civil që aso kohë strehoshin në bjeshkët e Berishës. E në këtë detyrë qëndron deri më 2 qershor të atij viti, kur në fshatin Ladrovc luftohej për jetë e vdekje. Kur jeta dhe vdekja ishin më afër se kurrë me njëra tjetrën dhe ngjante që i jepnin nga diçka hua njëra tjetrës. Jeta i jepte vdekjes shpresë për çlirim dhe ditët më të mira, ndërsa vdekja i jepte jetës madhështin, njërin prej dimensioneve më sublime i cili ushqente luftëtarët e lirisë. Adit Ibrahimi në lagjen Tanush të Ladrovcit ishte së bashku me të vllajin Refkiun, të njohur si Van Daun, së bashku me Agron Krasniqin e Prishtinës, Besim Gashin e Pushnikut, Mendim Dakën e Prizrenit, Suleman Cakën e Komaranit, Ilir Kryeziun e Bubavecit, Mujt Telakun e Banjes, Salim Morinën e Gjergjajt dhe me shumë luftëtar të tjerë. Dhe mu në ditën e 2 qershorit, kur ushtria shqiptare e Kosovës në frontin e maleve të Berishës shënonte fitore pas fitore, ndërsa forcat sërbo-qetnike merrnin frymën e fundit, Ibrahimi përjetësohet në themelet e kësaj kalaje që sot quhet Kosovë e Lirë,
Kosovë e pavarur, Kosovë e njohur ndërkombëtarisht, të cilën nuk arriti ta shohë, nuk arriti ta komunikojë lajmin e fitores së të gëzimit ashtu si dikur marathonomaku në betejat greko-persiane, ndërsa nderin sot ja ruajnë të afërmit të tij, vëzrit dhe fëmijët, butrinti, shkëlqimi, valdrini dhe adhurimi, të cilët i rrit në Xhemilja, zonjë një dëshmori dhe nën e luajve të cilët shkollimin e mbaruan në bankët e shkollës fillore të Malishevës, e cila sot mban emrin e tetë të tyre. Dhe pikrisht, të nderuar vëllezër e motra, këtu qëndron e tërmadhështia, si vlerë sublime një intelektualit të gatshëm që për liri ta sakrifikoje kërkimin e dijes, që për Kalashnikov ta sakrifikoje indeksin, që për malet e Kosovës ta sakrifikoje amfiteatrin dhe gjitha këto t'i bëje me një vetdije të lartë, të ndërtuar mbi tabanin kombëtar, tashmë të sprovuar në përkatrahura e degdisje që nuk arritën ta lodhin këtë popull të shtrirë në një gjeografi të tkurrur si lkur sharthi. Dhe burria nuk ka fund, por guximi e ka fundin e vet, madje dhe fundin heroik kur shtrihet në përmasat e së madhërishmes që së ndërton madhështinë mitike të një heroi të përmasave kombëtare, të një bashkëluftëtari të Ismet Jasharit që braktisi perëndimin e nuk u ndal në Kumanov, të një bashkëluftëtari të Tahir Sinanit që ura edhe një herë rreth e përçark trojeve etnike me rrallë, me mall që nuk arriti në Çamëri. E sot Malishevasit ruajnë me një kujtim burrie Ibrahimin, sot mazrekët ruajnë reliktet e birit që ka nam, që ka varr, por edhe këngë, ndërsa bitë e Ibrahimit do të ruajnë burrin, trimrin, vigjilencën dhe altruizmin e të jetë dhe dash Zoti që t'ja kalojnë të jetë. Lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi dëshmorëve të brigadës 121 Ismet Jashari Kumanova, lavdi dëshmorëve Jup Kreziu, Milajim Beha, Kujtim Krasniqi, lavdi dëshmorit Ibrahim Mazreku e juve ju falenderit. E kem të vështirë pas këtyre fjalëve vërtet inkurajuese për të personifikuar më mirë madhështinë e një intelektuali si një shembull i të gjithë intelektualëve dhe atyre të cilët i bën dritë Kosovës, i bën dritë shqiptarisë. Ata të cilët sot e kanë përgjegjësinë më të lartë dhe personifikojnë, domethënë shtetin e ri të Kosovës, Republikën e Kosovës, ata të cilët gjejshin në luftë dhe u angazhuan maksimalisht që kjo Kosovë të jetë për krah vendeve tjera demokratike dhe të zhvilluara, ata të cilët sot e kanë për obligim të dyfisht të ruajnë idealin e dëshmorëve dhe të njëjtin ideal ta jetësojnë në perspektivën e Kosovës, e kanë të vështirë, por patjetër se jeta duhet të vazhdojë, sepse ata nuk ishin veç tanët, po mbeten në histori për të ndriçuar gjithmonë këtë këmbë i cili ishte i shumë vuajtur. Për të thënë disa fjalë rreth angazhimit dhe perceptimet të tij për të gjithë dëshmorët të cilët i kishte edhe shok, i kishte përkrah luftës, ftoi ish komandant Qelikun, ministrin e transportit dhe telekomunikacionit zotëri Fatmir Limaj. Nderuar zëvendës ministër, kryetarët e komunave të Malishevës Shtimes, nderuar kryetarë shoqatës veteranë, bashkëluftar, nderuar zoti dekan, profesorët e nderuar, ju bashkëvendas dhe qytetarë. Paraforcit e mi thanë shumë gjëra me kumtesat e tyre për dëshmorët se sot i kujtojnë. Unë dua të ndalem më tepër në disa kujtime për të ndryshuar nga ajo që u tha dhe për të mos përsëritur gjithë ato fjalë që u thanë me vend nga paraforcitarë. Normalisht ju pjesa dërmuese këtu që jeni keni pasur fatin të jeni këta djemë, sikur që kam pas fatin të një edhe unë, që jem bashkë veprimtar me ta, bashkëluftar me ta dhe bashkëmisionar për të çliruar vendin. Të drejtën kur ndëgjova që kjo akademi do të mbahet në fakultetin ekonomik ose në amfiteatrin e fakultetit ekonomik dhe juridik, mua më bë shumë më e vështirë se sa ta kishim mbajtur në një vend tjetër për faktin që sot jemi në vitin 2009, para 20 viteve.
para 20 viteve, zbashëm Ibrahimin me një grup shokësh, që sigurisht të janë mesin tonë, në këtë amfiteatër kemi ndëgjuar ligjërimet e profesorëve tanë, për në ndërkohë kemi zhvilluar debatet fuqishme rreth asaj se çka duhet bërë për të shkuar te lirisë. Para 20 viteve Kosovës i rrezikoi edhe ajo që i kishte, ajo gjysmë autonomi, ose marrja e autonomisë, një ripushtim total, e përfundimisht atë leri të rrejshme që i kishin shqiptarët, në ndërkohë Miloševići u tha se ne jemi ata që i japim dhe e marrim kur dojmë vetë. Dhe ne ato ishim student të këtyre dy fakulteteve, juridik dhe ekonomik. Normalisht ne si të ri kishim detyra të tjera të përgatitemi për shkollën, studionim ashtu siç ne kishin dërguar prindit për të fituar dituri dhe ashtu siç na ligjëronin profesorët tanë të nderuar, që një pjesë e madhe janë sot këtu, dhe shfrytëzoj rastin të shpreh një respekt veçantë për gjithë ato që na kanë ushqyer, na kanë dhënë rrugën, njohin se si duhet të shkohet drejtim luftës për atë dhe lirisë. Në kushte normale sot, të rinjët tanë lexojnë, mësojnë, janë të lirë dhe kanë mundësi për zgjedhjen të investojnë në shkencë, në personalitetet e tyre. Në të 89-ën gjërat ishin ndryshe. Atëherë po thuaj 90% aktivitetit tonë bëhej në ndërtime tjera, sepse rrethanat në ato Kosovës ishin të tilla. Ne nuk u larguam nga këto amfiteatre, po dhe nga këtu na largoi Serbia. Dhe po ta lenim Serbian ashtu siç vazhdoi na largoi edhe nga familjet. Në fund përfundimisht ai vendosi të na largoi edhe nga Kosova. Po ta lejonim, ai do të na shfarosë të gjithëve. Prandaj kishte dy rrugë. Ose dikush të sakrifikohet një herë e përgjithmonë dhe të tjerë të jetojnë të lirë përgjithmonë, ose të vazhdojmë kështu përjetësisht të robruar, të persekutuar, të përçmuar, të dhunuar familjet tona, prindrit tanë, motrat tona, vëllezërit tanë dhe fëmijët tanë. Aja çka ne arritëm është se përderisa Ibrahimit, neve gjeneratës së asaj kohe, na larguan nga amfiteatri, një është i sigurt se fëmijët e Ibrahimit dhe fëmijët tanë përjetësisht do të jetojnë, mësojnë dhe do të ligjërojnë në amfiteatret e Kosovës. Dhe kjo të bëmë gjatë për tyre. Folë shumë, po më lejnë në këtë akademi, sepse për dëshmorët asnjëherë nuk është shumë të flitet. Tash është mirë që atë duhet flasin ata që janë profesionistë, janë historianët, janë intelektualët tanë që duhet gjithë ato dëshmi, ato vepra që janë bërë, t'i përcjellin të gjeneratat e reja për t'i dërguar vetëm një. Me një mesazh. Mesazhi është për fëmijët tanë, për gjeneratat që vijnë. Lirinë që e kemi ne sot, duhet ta mbajmë kokën lart, sepse nuk e kemi të falur. Askush s'na ka dhuruar. Lirinë që e kemi ne sot, për të kanë dhënë jetën djemt dhe vajzat më të mira të këtij vendi. Dhe si e tillë, aja asnjëherë nuk mund të zhduket, sepse është e fituar dhe nuk është e falur. Nga kjo amfiteatër ne kemi vazhduar rrugtimin tonë drejt lirisë, duke përshtatë rrethanave të kohës, duke marrë pjesë në organizime të ndryshme, popullore e politike, deri në daljen e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Normalisht ai grup studentësh nga ky universitet vazhdoi organizimin e tij anë në Kosovës, edhe në rajonin e Llapushës, dhe është më së logjikshme që ata shokë që ne ishim në ato vite të vazhdojmë aktivitetin tonë, përveç kështu ka vazhduar deri në organizimin e luftës shqiptare nëpër masa kombëtare. Dua t'ju them vetëm një gjë, që ai burr i mungon sot Kosovës, sikur i mungon familjes, sikur që i mungojnë gjithë dëshmorët tanë. Pa ai sot i mungon Kosovës një ekonomist, që kush të ka pas rastin me njoft, nuk e dim këtë pjesë të tij. Ne që kemi qenë kolegë studimesh, kemi jetuar, banuar bashkë, kemi shkolluar bashkë. Mund t'ju them që ai ka qenë i lindur, një ekonomist i lindur.
do t'i hyjnë të shumë sot ekonomisë Kosovës, shtetit i Kosovës. Kujtim Krasniqi, që nga ditët e para të luftës, që nga marsi vitit 1998, nuk ka. Ama nuk ka, kur tham nuk ka, po tham me shumë kompetencë, sepse që nga marsi deri pak para rëmjes, kemi qenë gjithë bashku. Nuk ka betejë, nuk ka aksion, nuk ka angazhim, nuk ka aktivitet, nuk ka organizim të ushtrisë shqiptare të Kosovës që nuk ka qenë pjesëmarrës. Fuqishëm në vitin e parë. Kujtimi me nisin e me shumë shok, duke filluar nga detyra kryesore që kishin luftën kundër okupatorit, kanë vazhduar deri te detyra humane, marrjen e ushqimeve për banorët që kishin në Otoman. Jam i bindur që do t'je koha për të mos gjatur kur do të flitet edhe më shumë nga historianët për personalitetin e këtij djali Oshi. Po edhe këtij sot i mungon do të ishte një oficer i shkëlqyer i forcave të sigurisë Kosovës. I shkëlqyer, një nga gjeneralet e kësaj force do të ishte. Ejupi, një familje e cila kishte kthyer shtëpinë e saj komplet në një logjistikë të fuqishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës. E tërë familja, nga Lokja, vllau, gjithë. Ishte bërë udhkryq i ardhjes kalimit të ushtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Nga gjitha viset, nga Gollapi, Llapi, Drenica, Nerodimja, Karadaku, gjitha zonat ishte një moment kur nëna Ejupi, vëllezërit, motrat e tij ishin në shërbim të ushtarëve të QK-s të cilët kalonin për të vazhduar rrugën me të tjerë. Po ashtu, në ndërkohë ishte aktivizuar plotësisht në të gjitha veprimet ushtarake në pjesë të Pagarushës dhe aty ku kërkonte nevoja. Milaim Beja erdhi një djalë sikur shumë djemë që nërë nga mërgimi. Edhe ai, sikur këta 3 djemë tjerë, ishte angazhuar në gjitha veprimet luftarake, po saqërisht në mënyrë të veçantë ndallohet në rrugën e Caralevës në Zbërc, një pikë tepër e rëndësishme, tepër e veçantë, tepër strategjike për luftën atkohë. Duke e parë urtësinë, është vështirë të shihet një djalësh, por që po ta shoqëroni fytyrën e tij do ta shihni se mund të shihni tiparët e këtij djali tepër të urtë, të disiplinuar, i cili dinte vetëm një gjë, të shërbej pa kompromis e deri në fund çështjes së madhe, çështjes së lirisë. Nga angazhimi i tij, nga lufta e tij, nga aktiviteti i tij atje, ai si Ibrahimi, si Kujtimi, si edhe qindra djemë, disa i keni këtu brenda jush, fatmirësisht, shoqër që si ka marrë plumi, që janë mesin të tuaj, janë djemë të zgjedhur, jo me gisht. Nuk janë të zgjedhur aja njësi speciale me gisht. Ato i ka zgjedhur Zoti për të pasur paralojën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe këta kanë gjetur njëri tjetrin, dhe nga viset e Kosovës kanë krijuar bërtham të fuqishme, e cila ishte digë që nuk lejoj, përfundimisht nuk lejoj që forcat serbe të futen në ato male për të masakruar dhe dhunuar nënat, prindrit, pleqt dhe fëmijëtar. Merit e gjitha asaj është e këtyre djemve që kanë rënë për lirinë e Kosovës, shumë dëshmorëve tjerë, edhe të brigadës dhe gjithë Kosovës, po mbi gjitha merita kryesore e lirisë të vendit takon, siç u tha nga paraforcit e mi, strumullarit, babait, të pavarësisë, lirisë dhe të bashkimit, komandantit legjendar Adem Jashari. Në përfundim dua të them që në qoftë se dikur që Kosova vazhdimisht ka pas burra dhe trima, shumë të mëdhej në të kalurën, nga lidhja prej Zrenit, si po shkojmë me të tje, e këtej, nuk është lërë për trimni, po e dini rrethanat historike si që kanë qenë dhe si tillë liria asnjëherë s'ka ardhur plot. Në kohën kur ata burra nuk kanë mund ta kujtojnë as Hasan Prishtinën, as Shaban Pollushën, as Rifat Berishën, as Imer Berishën, as Gjon Serreqin për faktin sepse Kosova ishte pushtuar, dëshimi tash është ndryshe.
Ata kanë rënë, por ne jemi të gjithë gjallë. Ata kanë rënë për liria e karë Kosovës. Edhe ne jemi në rrugtimin e drejtë. Shiqoni rrugtimin e Kosovës. Tani shiqoni rrugtimin e Kosovës. Rrugtimi i shqiptarëve. Shiqoni rrugtimin e shqiptarëve. Ne nuk kemi nevojë më të flasim. Tani shiqoni veprat. Veprat janë duke folur. Ideali i dëshmorëve të kombit po bëhet realitet. E pat, para disa dite, do të vazhdon këtë frymë. Asnjëherë ky komb nuk ka qenë më i fuqishëm. I tillë do të jetë përgjithmonë, duke falendruar temelet fuqishme gjakut që dhanë qindra mijëra dëshmorë të vendit tonë, lavdigje dëshmorë të kombit. Falenderojmë zotrin Limaj për këtë fjalë në rastin e Akademisë Përkujtimore. Siç u tha edhe nga parafalësit, Ibrahimi, Kujtimi e Jupi ishin pjesë e Universitetit e Prishtinës, përkatësisht Fakultetit Ekonomik dhe Juridik. Është vështirë që profesori të kujtoj ndarjen me studentin, por ajo është një ndarje krenare, me përshtypje krenare, me përshtypje të cilat e personifikojnë vlerat më së mblimbet të tyre. Për të thënë disa fjalë për Ibrahim Mazrekun dhe Ejub Kryeziun, student të Fakultetit Ekonomik, ftoj profesorin e respektuar, dekanin e këtij fakulteti, Rustem Aslanaj, profesor doktor Rustem Aslanaj. Të nderuar të pranishëm, familje të dëshmorëve, veteranë dhe invalid të luftës, i nderuar ministër Limaj, i nderuar kryetari i Komunës së Malisheve zoti Kilaj, zëvendës ministër Kastrati dhe i nderuar kryetar i Komunës së Shtimjes zoti Ismaili. Gjithashtu dhe kryetari i shoqatës së veteranëve të luftës. Në këtë akademi përkujtimore, unë si dekan i Fakultetit Ekonomik, kom nderin të prezentoj para jush 2 biografi të shkurtëra për studentet e këtij fakulteti, për zotin Ibrahim Mazrekun dhe Ejub Kryeziun. Kur u dha kushtrimi për t'i dalë zot kësaj toke e për t'i hequr njëherë e përgjithmonë prangat e rubrisë shekullore, shumë e bija të këtij trualli, duke qenë të ndërgjegjshëm se pa luftë e pa sakrifica nuk mund të shporre armiku, pa hezitim rrokën pushket dhe u betun se ato nuk do t'i lëshojnë nga dora përderisa të zhduket edhe këmba e fundit e ushtarit serb. Njëri nga ata trima që ju përgjigj zërit të Kosovës së robëruar ishte padyshim edhe Ibrahim Selman Mazreku. Ibrahimi lindi me 19 1969 në qytetin e Malisheves. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, ndërsa 2 vjet të shkollës së mesme i kreu në Malishev e 2 të tjera në Rauvec, që të gjitha me sukses të shkëlqyeshëm. Në vitin 1989-90 regjistron në Fakultetin Ekonomik dhe arrin të bëhet absolvent i këtij fakulteti. Gjatë studimeve ka qenë student i dalluar në mësime dhe shumë edukuar në sjellje me kolegët dhe profesorët e tij. Si antar dhe kryetar i Këshillit të Unionit të Pavarur të Studentëve, Ibrahimi dha kontribut të madh në organizimin e punës së studentëve dhe organizimin e protestave ndaj pushtetit serb, dhe se në vazhdimsi ishte në balë të këtyre protestave. Do të mbetet në kujtesë fjalimi i Ibrahimit në sallën 1 tetori, kur ai me një diskutim përmbajtësor ju drejtu studentëve që ishin larguar nga fakultetet dhe konviktet se si duhet të organizojë mësimin në shtëpitë private dhe njëkohësisht si të mbrohet Kosova nga pushteti serb. Me atë rast i përmalluar me lotën e faqe profesori i nderuar i Fakultetit Ekonomik Sami Peja, i cili nuk është më në jetë, e përqafoi Ibrahimin dhe tha: të tillë student i duhen popullit të Kosovës.
2 provime i mbeten pa përfunduar fakultetin ekonomik, sepse zëri i lirisë e thirri për ta dhënë provimin jetësor për lirinë e Kosovës, me çka sot frytet e kësaj lirie i gëzojnë fëmijët e Ibrahimit, studentët e fakultetit ekonomik, profesorët dhe mbar populli i Kosovës. Me 2 qershor të vitit 1999, ra dëshmorë në fshatin Ladrovës në luftë të pa kompromis me forcat serbe. Ibrahimi ishte komandant i kompanisë së njësitit Diverzanto Veshgus, arbri i brigadës 121 Ismet Jashari Kumanova të UÇK-s. E nderuar familja Mazreku, sot Ibrahimi ju mungon juve, i mungon fakultetit ekonomik, por ju mboj me dije se në historikun e fakultetit ekonomik do të mbetet i pavdekshëm kujtimi për jetën dhe veprin e tij si student shembullor. Si pedagog i Ibrahimit, të cilin pata rast tani personalisht, më mbetet në kujtesë dhe kur nuk e harroj korrektësinë dhe respektin e madh të Ibres që kishte ndaj profesorëve. Ju them, familje e respektuar Mazreku, se duhet të jeni shumë krenare për atë djalosh që patet dhe i cili u fleju për këtë liri të Kosovës. Shpresoj se ndonjëri nga fëmijët e Ibrahimit do të regjistrohet në fakultetin ekonomik për ta vazhduar traditën e babait të tyre dhe ju garantoj se fakulteti ekonomik do të ketë një përkujdese të veçantë për ata. Lavdi jetës dhe veprës së Ibrahim Mazrekut. Tani edhe një biografi të shkurt po e prezentoj para juve për ish studentin Ejup Kryeziu. Ejup Jakub Kryeziu u lind me 4 tetor të vitit 1972 në fshatin Pagarush të komunës së Malishevës. Shkollën fillore e kreu në vendlindje me sukses të shkëlqyer. Ejupin, si nxënës i klasës së 3 të shkollës së mesme, nuk e kursyen helmimet bashk edhe me shumë nxënës të tjerë. Helmimet atë nuk e gjunizuan, por i dhanë zemër dhe arritën urrejtjen te masën ndaj regjimit serb. Gjatë protestave dhe demonstratave të viteve 1989 që organizoheshin në tërë Kosovën, Ejupi gjithmonë ishte organizatori i tyre, si brenda në shkollë, ashtu dhe jashtë saj. Gjithherë në balë të shokëve, sepse ishte trem i dashur e bujar për ta. Në vitin 1991, e kreu shkollën e mesme dhe u regjistrua në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës. Pak para se të fillonte ligjëratat, Ejupi përjeton një tjetër krim, një tjetër barbari serbe. Regjimi serb i dëboi studentët e profesorët nga lokalet e Universitetit të Prishtinës. Për këtë çështje, Ejup Kryeziu, bashkë me shokun e studimeve e me volë dhe të veprimtarisë luftarake, Ibrahim Mazrekun, organizuan protest para Fakultetit Ekonomik. Ejupi tani nuk pushonte për asnjë çast. Ai përveç që merrej me organizimin e demonstratave, shpërndante pamflete kundër regjimit aktual dhe aty ku gjente flamurin serb e shkynte dhe e digjte. Me paraqitje në skenën kosovare të UÇK-s, Ejup Kryeziu ngjeshi armën e lirisë dhe u rradhet krah për krah me ushtarë të tjerë të lirisë në prill të vitit 1998. Për dijen dhe trimërinë, për besimin dhe aftësinë luftarake që e kishte, Ejupi emërohet shef i policisë ushtarake në shtabin e përgjithshëm të UÇK-s, ku me përpikri i merrte dhe i krynte detyrat ushtarake. Ejupi mori pjesë në shumë betejë kundër armikut në Drenicë, në Dugaçin, në Neredime, në zonën e Pashtrikut e tjetër kund. E nderuar dhe e respektuar familja Kryeziu, ju bëj me dije se në historikun e Fakultetit Ekonomik, sikur të gjithë studentët tjerë dëshmor, kujtimi për jetën dhe veprën e djalit tuaj do të jetë i paharrueshëm dhe inspirim për brezat e studentëve që vinë pas. Ju duhet jeni krenar për djalin tuaj që a dha të risë së Kosovës. Shpresojmë edhe për Ejupin po them se ndonjërin nga fëmijët do t'ja mësyn ta merr indeksin e Fakultetit Ekonomik. Me përgjegjësi të plot ju them, ne si fakultet tek e fundit e kemi obligim moral, të kemi një përkujdesje të veçantë. Lavdi jetës dhe veprës së Ejup Kryeziu.
për të paraqitur shëmbëltyrën e studentit të Fakultetit Juridik, Kujtim Krasniqit, tashmë dëshmor i kombit, ftoj prodekanin Bajramuka, profesor doktor Bajramuka, me një fjalë përshëndetje. Të nderuara familje të dëshmorëve, të nderuara familje Krasniqi, të nderuar pjesëmarrës të kësaj akademie, me lejoni që në emër të studentëve të Fakultetit Juridik, mësimdhënësve, bashkëpunëtorëve, punëtorëve tjerë të këtij fakulteti, në emër të stafit drejtues dhe në emër tim personal, të shprehim respektin dhe nderimet tona më të sinqerta familjes Krasniqi, në rastin e 10 vjetorit të rënies heroike, në mënyrë më burrore, me trimëri të papar në luftë me forcat ushtarake policore serbe, të studentit tonë të respektuar dhe kur të paharruar Kujtim Krasniqit. Sot, me madh krenari dhe me pietet lartë e përkujtojmë studentin, trimin tonë guximtar dhe të pashos, që me përkushtim të madh i la librat të cilat i drejtë shumë, ligjëratat, ushtrimet, provimet dhe u bashkuar me shokët e idealit në ushtrinë tonë shërimtare për shtruar atë dhënë nga pushteti okupues serb. Njerëzit të mëdhenj si Kujtimi lindin njëherë për të mos vdekur kurrë. Me shkurjen e tij, Kosova humbi një jurist të shkëlqyeshëm, por fitoi një kujtim të pavdekshëm që ra në altajin e lirisë. Studenti jon, Kujtim Krasniqi, fizikisht nuk është mesin tonë, por kujtimet e tij për një student të zellshëm, luftëtar të devotshëm, komandanti i shkëlqyer, adhetari trim dhe sy pa trembur, do të meten gjithmonë në kujtimet tona dhe amanetet e tij janë berë dhe vazhdojnë të bëjnë realitet i përditshmërisë sonë. Le di veprës teorike të Kujtim Krasniqit dhe bashkëpunëtarët të tij. Falënderës. Të nderuar pjesëmarrës të kësaj akademie përkujtimore, kjo ishte pjesa ku u personifikuar shëmbëltyra e gjithë dëshmorëve të rënë. Tani, duke ditur që këngëtarët, rapsodët, shkrimtarët vazhdojnë të mbajnë gjallë shpirtin liridashës të luftëtarëve të lirisë, ju thurin vargje ju këndojnë këngë. Ne sot në programin artistik kemi nderin të prezantojmë këngëtarin e minjor Hamez Lapçeva, i cili me devotshmëri ju këndon trimave Kujtim Krasniqi, Ejub Kryeziu, Emilaim Beha dhe një këngë po ashtu për dëshmorin e kombit Ibrahim Mazreku. Çastet e këndshme gjatë këtij prezantimi.